këto minuta të parë t'ja dedikoj kësaj date historike, me 10 qershor të vitit 1878 në lidhjen shqiptare të Prizrenit, Atyl Flashi nga jugu i thellë u bashkua me të urtin Ymer Prizreni. Bashkë me ta ishte trimi Sulejman Vokshi e po ashtu Ilyas Ibra. Erdhën shqiptar, burra e gra nga çdo cep i trojeve shqiptare, u bashkuan, i mblodhi kombi, i mblodhi dashuria e rreziku i atheut të tyre, i Shqipërisë që po të ftohej. U mblodhen pa meri, pa inade, u mblodhen për kombin. Sot, në ditën në përvjetorin më falni të 148, ne bitë të tyre jemi po në të njëjtën situatë. Atheu jonë është në rrezik. Ndaj jemi të bashkuar në këtë shesh për të mbajtur gjallë lidhjen dhe për të shpëtuar kombin tonë. Lidhja është gjallë, lidhja është edhe sot. Nga të gjitha trojet shqiptare jemi bashkuar për të mbrojtur Shqipërinë nga këta pushtues modern. Jemi mbledhur për të mbrojtur trojet tona, për të mbrojtur natyrën tonë, për të mbrojtur të ardhmen tonë të fëmijëve tanë, për ta bërë Shqipërinë një vend të denj, për të jetuar si gjithë bashkëmoshatarët tanë anë mban botës, që mos kemi nevojë të kthejmë syt nga do ikim, nga Amerika, nga Europa, nga Australia, duke u shpërndarë në çdo cep të kësaj bote. Sot ne do bëjmë Shqipërinë një vend të denj për të jetuar këtu me dignitet, me krenari. Një vend ku do të respektohen të gjitha shtresat e shoqërisë, ku do të respektohen të gjitha të drejtat tona, ku do të kemi arsim të cilësor dhe shëndetësi cilësore. Ndaj,